që mendoj që të realizoj një cikël me intervista, që realizova për ca kohë, pastaj ndërpreva, them me vete, unë dua të bëj jo intervista me njerëz që janë të momentit gjithë kohës, sepse ndoshta edhe nuk më pëlqejnë. Dua të bëj intervista me njerëz që më pëlqejnë dhe kam shumë qejf të dëgjoj për ta. Ndoshta kimi nuk e kërkoj dot që herën e parë, por dua të paktën që t'jetë një muhabet që ja vlen edhe për të tjerët, por ja vlen edhe për mua në fund të ditës, sepse janë 2 orë intervistë. Dhe tani që u riktheva pra me Dalina Shoh, po mendoja, me kë kam unë shumë kimi, me kë e shijoj shumë, të shijoj shumë një intervistë. Dhe pastaj u kujtova që një kohë, për rreth 1 vit e gjysmë, besoj, mendoj, se nuk e maj mend shumë mirë, kam pasur shumë kimi me 3 gra të tjera, dhe ne të 4-ta ishim Goca dhe Gra, një program që ishte në Top Channel edhe që ka qenë një bashkëpunim fantastik, sepse ne hynim me debate, hynim me argumenta, hynim me përplasje, dhe pastaj aty tek dhoma Grim kur mbaronim ishim thjesht vazhdonim ditën tonë dhe buzëqeshnim pas një lloj, pra kishte një lloj lehtësie gjitha kjo gjëja, kështu që unë e dua prapa të lehtësisë sepse do e shijoj shumë dhe prandaj jam në sot dhe i thash hajde një casual, faleminderit që erdhët Rita. Faleminderit. Thank you so much, më ka marrë shumë malli. Kënaqësi që na mbledh. Fatma ne jemi parë, po prap. Armina, I love you always. Edhe e mendova që ta bëja edhe kështu këtë ndënje. Edhe pozicionet E di se kishim mirë, gjitha ju si ato Friends remake që janë kështu në një couch dhe flasin. Shiko, ç'është e vërteta, domethënë ka kaluar shumë kohë dhe ne të gjithë kemi angazhimet tona, prodhimet tona, ka pasur shumë gjëra, por ka njerëz që her pas here shkruajnë të vënden në siklet ndonjëherë, sepse ai është një program që I përkiste atij televizionin, ne shijuam, ishim bashkëpunëtor të jashtëm në një lloj mënyre dhe e ndjem na çojnë, nuk e di ju ndodhe juve, por që të çojnë komente pas tëra ju ishit edhe. Unë ndjem shumë siklet se them, okay, të gjithë janë në formën e tyre, po nuk e di. Mua më ka ndodhur sidomos pas vitit të parë, domethënë 1 vit pasi ne e kishim lënë Goca dhe Gra, nuk e di pse më qelloi atë vit që kisha shumë situata, sidomos me taksit. Se kam përshtypjen që disa njerëz e kanë ndjekur për shembull 2-3 herë dhe të kanë lënë aty dhe mendojnë se ti vazhdojnë që ti jesh aty. Dhe më thosh, ti te Goca dhe Gra, se ti, jo, po kemi 1 vit, ne nuk kemi më ne. Jo, mirë ti ke qenë Goca dhe Gra, ti ishe dhe Goca dhe Gra. Po, ti ishe dhe gruaja e Gocave. Dhe gruaja. 2 vjet, si ke qenë që në fillim. Mua më ka ndodhur, tani isha në Londër, në panajerin e librit, edhe u futa në 1-2 vende, një lokal, ishte një librari aty. Do të ti më qelloi që më takonin njerëz që më njihnin. Dhe një vajzë tha, tha, te Goca dhe Gra, I thash unë, po dëgjoj, I thash unë jam poete, I thash jam sitare, a më ke lexuar mua në një gjë, I thash, jo, kam parë te Goca dhe Gra, tha shumë bukur. Ti qofsh me jetë, po. Mendo 5 vite, edhe shta kënaqësi është që kemi lënë një gjumë të bukur. Armina tash është dje ishe e gdhive, besoj, je tek ferma, opinioniste. Ky është viti I dytë që je rikthyer tek ferma, aty domethënë akoma në televizion. Edhe pse ke biznesin tënd që mua më pëlqen shumë. Faleminderit. Plani vdes për ato veshje. Ti më mbështet, kështu që po I kam shef se ke shumë shije. Edhe unë jam në një periudhë stratosferike të zënë. Domethënë kam brandin, ka një anë, projekte të tjera, fermën, po menaxhoj çat mund. Dhe erdhi sot në kohë për herë të parë. Se ne kemi pas kush vinte Rita vinte e parë, jo Rita e para, isha unë. Ne të dyja ishim kështu domethënë. Okej, dhe pastaj gjithmonë. Më Armina ishte më ka dalë. Ja ka përshtypjen që po edukon ferma, se është live e s'ka nga jambana aty. Jo, s'është vetëm ajo, po edhe po mund, domethënë ja kam vënë vetes që të bëhem më mirë, po, me punën e orarit, jo pse dua të vonohem, po unë me kohën nuk është që kam marrëdhënie shumë të mirë. Unë ta besoj se unë jam një nga njerëzit që vonohen, përveç punës, se vetëm aty mundohem që t'jem korrekte gjithmonë, në përgjithësi vonohem, edhe thonë që optimistët vonohen, se në mendjen e tyre gjithmonë mendojnë se kam kohë, se për 5 minuta do. Po nuk është vetëm ajo, unë jam çuja ta marrë edhe këtë emailin, ta bëj edhe këtë telefonatë. Po ti e përballon të 2 herë në javë, se mua kur më ka propozuar gjëra të tilla, po të merron fakti që është 2 herë në javë. Përballohet. Domethënë, thjesht do heqësh pak dorë nga udhimet, nga një pushim në fundjavë. Kjo është ana negative. Organizimi, po ta bësh organizimin si duhet.
Për 3 muaj është një sakrificë që për të qenë televizion, për më tepër që mua më pëlqen, Në atë pozicion. më pëlqen sepse më jep mundësinë që të flas, nuk jam thjesht Armina që e din rrjetet sociale, vishet edhe atë mendimin që kanë disa prej njerëzve, aty ka mundësinë të shpalos vetveten. Se ka shumë Siç e kisha edhe te goca dhe gra. Po te ne ka qenë ndryshe, ama. Po. Pse? Atje nise me zë të ulët dhe e përfundove me zë të lartë. Sepse mendoj që megjithëse është akoma herët për të folur për eksperiencën e Ferit, po ti është në bashkëpunim me të tjerët. Domethënë fakti që se ju jeni dhe 3 me motër jeni shumë. Po. Sa e vështirë është që të gjesh kohën, të futesh, të flasësh? Është e vështirë, ja, unë prap edhe aty them që jam shumë e urtë, sepse prap do më thënë pres radhën, mundohem që t'jem sa më optimiste, pozitive dhe i lejoj hapësirë tjerëve për të folur, edhe kjo do të marrë Mina. Mere fjalën! Them që këto organizime kur janë 3, ndoshta duhen ndarë dhe sipas jo gjithë të flasin gjithkohë, të flasin gjithkohës të 3. Po në qoftë se është dikush që ndërhyn më shumë dhe më shpesh, atëherë i bie që ti duhet ta marrësh kohën tënde. Nice, Armina ka qenë ka një lloj lehtësie edhe në tek goca dhe gra, kishte një lloj lehtësie dhe madje ndonjëherë atë lehtësinë e kishte shumë lezetshme sepse gjatë transmetimit më fliste mua. Fillon një muhabet tjetër. Për shembull diskutoheshin, nuk e di, ka qenë kështu tema çunat e ringa, nuk e di, muhabete seksi që diskutonin dhe Armina mua kështu, duke shkelur syrin dhe bëni muhabete, ka qenë shumë e fortë. Ajo ka të bukurën e vet, Po, kishte Ka shumë qenë lezetshme. goca atëre, s'ka qenë grua e martuar. Jo, jam martuar aty. Atë po. Po më pas. Atë progresin e kam nisur aty. Po kishe një serial aty që mund të bëj pak i pesdisshëm që ishte seriali. Çfarë po bën Armina me? Armina si shkon me Vjerrin. Ishin ca tema që vini me gjithë respekti për autorët, po realisht u bë çik të lodhshme. Armina po soci u gdhive me Vjerrin. Shiko, vazhdoj, kështu që unë mundohem që mos bëj intervista. Ishte kështu rubrika Arminës, Armina dhe familja, një reality vogël. Armina dhe Vjerria. Tamam reality, duhet bërë kështu një reality, se s'ke se si sqaron se janë gjëra që i kam thënë gjithkohë. Po është e pashmangshme, se kam përshtypjen që prap njerëzit e kanë kuriozitetin, gjithmonë duan të dinë, duan të dinë. Tash sa herë mund të takosh Vjerrin o gocë. Sa më vetë mund të bësh. Kurse Rita, mua kam një kujtim shumë të interesant me Ritën, që s'ja kam thënë personal. Ne kemi bërë një debat shumë të madh në fillim, kemi bërë debatin për gjuhën shqipe. Dhe ke një foto ti, sigur do të më vrasësh mua me dorë, në profile ke kështu edhe kështu duke më vrasë. Duke se kam pas dhe flokët e mbledhura. Edhe ishte debat, shumë dhe unë në atë moment pata një kështu. Rita, kupton? Dhe pastaj dole dhe ishte një dhomë e kuqja garderoba, se çfarë ishte një garderobe kështu. Dhe folëm edhe ti ke një lloj siklete se nuk e njeh tjetrin. Po. Dhe kuptojmë tash edhe nga reality që një pjesë e madhe e showbizit ne nuk kemi her pas here mirë ngatruar se ti nuk e di se si e ke, se ti thua jemi për show dhe pastaj nuk jemi për show, janë emocionale kështu. Edhe unë nuk e njeh Ritën atë dhe kur dola jashtë, Rita ishte ajo lehtësia e Arminës, ishte Rita, çfarë bëj kështu dhe domethënë sikur nuk ekzistonte ajo gjë, thash okay. We are okay. Domethënë ishte ai momenti që thash I am okay. Tashi, sepse ti sado që ti je muesh e vërtet, nëse se merr energji mbrapa, se pengohet ajo energjia, pastaj herën tjetër je Unë mendoj që ky ka qenë dhe çelësi i suksesit të panelit ton. Pra që ne ishim të gjitha të vetëdijshme që çfarëdo lloj gjëje që ndodhte aty, asnjëra nuk e kishte asnjë gjë personale me tjetrën. Ndan gjëra. Më është si debat kur ti je me shoqet, kur ti ndjesh rahat me një njeri. Ke një mendim dhe ti ke një mendim dhe mund të debatosh dhe mund të çosh dhe nga tavolina, po ajo vazhdon vetes është ajo të ngushtë, më kupton? Dhe ajo rrymë u kriju. Nuk shpjegohet, kjo çështja e kimisë nuk është gjithmonë e shpjegueshme se pse. Po mendoj që ishte një panel i suksesshëm për arsye se edhe shumë të ndryshme. Do vetëm shumë të ndryshme edhe në pamje. Moshat, ju Armina më e re, unë që isha përballë Arminës e mbyllja atë pjesën e moshës, ju midis, të ndryshme, duke sjell njëra me qetësinë e vet, unë me ata ekuilibrin tim, Dalina gjithmonë si spec djeg, si quaja unë. Edhe Fatma Luanesh, kështu që është gjë e bukur. A mendoni që vjen e gjitha kjo kur njerëzit janë në një fazë të jetës që janë rehat me veten? Se unë personalisht mendoj që kur s'ke komplekse. Një nga gjërat kryesore
ku ti ndihesh mirë edhe nuk e ke atë energjinë që tjetri vjen për të sulmuar dhe gjen format që të nxjerri, se zakonisht janë pasiguritë e veta që ti nxjerr tek. Edhe unë kështu i quaj që suksesi më i madh ishte se ne asnjëra nuk e pam veten në panel sikur ishim konkurrente me njëra tjetrën. Edhe sikur mund të kenë ndodhur në tryezën e parë ose të dytën derisa e njohitëm njëra tjetrën, madje për atë debatin që bëm me Dalinën, unë i thash Dalinës që Dalina më mirë mos e bëjmë se shumica e njerëzve do të sulmoj ty, jo mua. Dhe Dalina tha, nuk ka problem. Edhe madje më tha faleminderit që ma the, sepse unë ja thash që në fillim po desha dhe mund ta shmangim. Megjithatë, ajo kaloi, Dalina kishte mendimin e vet, sot shumë gjëra mundet. Sot shumë mi flasin anglisht. Shumë veta flasin anglisht dhe ne luftojmë që edhe në diasporë të flitet shqip. Jo, ke të drejtë. Puna ime është fundit misioni im. Patjetër. Në edukim, por që rëndësi ka që ne nuk kishim atë paragjykimi që dëgjojmë do dalë më mirë se këto, ose se cila nga ne nuk e kishim. Dhe kjo për mua është gjëja më kryesore, qoftë në veshje, qoftë pamje, se ne femrat kemi dhe probleme shumë dhaja, kush të duk më bukur. Dhe ne mundoheshim, unë nuk e haroj njerë që më tha Fatma, dëgjoj se të ka shkuar i qi ky lav si shtrëmbë, edhe dëgjoj hajde ta rregulloni. Jo, zema, kam pasur pra një dëshirë e madhe që të katrat krijonim në një katër. Të gjitha të ishim shumë mirë. Dhe po mos ishte kjo gjë dhe një lloj kimie organike, se dhe kjo kimia biologjike është shumë e rëndësishme. Edhe pikërisht kjo e bëri atë që njerëzit edhe sot na mbajnë mend, siç janë edhe tryezat e tjera te goca dhe gra patjetër, që ato kanë veçantinë e vet edhe kanë suksesin e vet patjetër. Yeah, but we're the best. No. Si thala ta bitën sot, më të mirë nuk kemi parë. O Dalin, po gjithsesi tani se jemi këtu, doja të turoja dhe për iniciativën që ke marrë me Andale dhe me projektin tënd të ri. Thank you. Sepse është shumë inovativ edhe s'di se të ta shpjegoj tamam çam kujton, po mua më kujton atë periudhën e viteve 2000 ku bëshin këto mini telefilma, ato gjërat rinore që ti mezi priste të shifje, që bëshin si gjys filma të shkurtër, edhe isha kështu edhe i bëjtë edhe italiane dhe në revista, po edhe në filma kështu. Edhe më jep atë lloj ndjesie që ndihesh prap i ri ose tin ose kështu të jep atë ndjesinë e adrenalinës, e qefit për t'i parë, dhe është një gjë shumë e re, shumë e bukur që jep dhe mundësinë rinisë sotshme që të merret me diçka. Një nga gjërat kryesore, unë mendoj që Andale është i vetmi vend, se tashmë është zhdukur dhe hapësira televizive, nëse dikur kemi pasur një program pasditeje në televizionet e ndryshme që ishte i dedikuar për këtë moshën 15-20, pra adoleshenca dhe të rinjt, tani nuk ka më zhdukur, domethënë të rinjt e gjejnë vetëm në reality show. Mundohen të bëjnë sensacion në rrjetet sociale. Andale, në fakt nisi me të rinjt, të them të drejtën, sepse mendoj që talenti im është ky, që unë marr njerëz të panjohur, domethënë besoj që kam zbuluar talentin, domethënë zbuloj talentin. Zbuluar ke shumë talente që ke zbuluar dhe janë sot. E shijoj shumë të gjë. Por mendoj që Andale unë dua të jetë një formë e re komunikimi për të gjithë. Nuk isha e sigurt tek të rriturit, tek adultët, merresha me ta, sepse adultët duhet të jenë njohur, se mund të rrish në shtëpi dhe pa pritur të dalësh në ekran, kështu që duhen të jenë të njohur. Por ajo nuk ishte, në fillim, nuk më interesonte ajo lloj marrëveshje mua, sepse unë nuk e dija se çfarë po krijoja. Kështu që thash, da filloj me të ndërtoj këtë gjë, dhe gradualisht tani është faza e dytë që fillon, domethënë, fillon nga ky vit, ka filluar me Denis Taulla, që është komedian shumë i njohur, që është shumë i mirë. Unë pasere do shtojnë edhe të tjera gjëra që padyshim që edhe adultët dhe padyshim me adultët rritet edhe influenca, se përtej argëtimit edhe ajo gjë e bukur që bëjnë të rinjt, edhe influenca duhet të jetë. Adultët përfshihen sepse që në momentin që ti ke ato pjesët e tua, domethënë që i përfshin gjithë adultët edhe shumë tema që ndodhin, madje unë po e pyes ajo për magjin, për këto që keni nxjerrë ju, isha kurioze, isha kështu me vërtet. Kështu që i përfshin gjitha, po fakt është një plus më shumë kur rinisi jep atë hapësirën. Jo, patjetër, është shef edhe zbulimi talente. Edhe është risk shumë i madh, se nuk është kaq e thjeshtë, domethënë të nisësh diçka të re dhe me njerëz totalisht të rinj, të patrajnuar, është energji, është kohë, është jo, është goxha. Dhe është risk, domethënë në fund, pra. Shiko, ky në fund është biznes, domethënë unë
nuk kam pasur qejf fjalën biznes dhe shifra më përpara dhe tash më kanë ndryquar shif, por po të filloj flas do jem shumë boring për këtë moment, sepse nuk flas më njësoj siç kanë folur dikur që është vetëm intuita dhe talenti. Por tani Dalina shkruan emaile me shifra. Ka shumë numra, janë shumë numra, është my life tani jeta ime është shumë numra. Në bisedën e fundit që bëm, kur hëngrëm një drek të katërta dhe Dalina më përcolli për në shtëpi dhe tha, gjëja që urrej më shumë tani në këtë moment i jetës time është që kur kam në kokë një skenografi të re ose dua të bëj diçka, filloj dhe bëj ato llogaritë numrave që më përpara nuk i bëja thjesht. Çmendja fantazi, domethënë çmendesha dhe thosha dua kështu e dua ashtu, kurse tash jam prap unë ai aty mbrapa që duhet të bëj listën. Në fund të ditës unë nuk e di se Rita është edhe poete, po unë nuk e di si e ndati. Në fund të ditës unë mendoj që ai cross-code është shumë i rëndësishëm, të di shifrat për çdo gjë që bën biznes. It comes down to numbers. Domethënë edhe është ndonjëherë mërzitesh kur je kreativ, që i comes down to numbers. Jo, po kreativiteti me llogaritë s'kan lidhje. Por të drejton është cross-code i makinës, të drejton edhe ta dish ku je. Edhe mua më ka ndodhur kur filluam biznesin e librit, që shikoja një libër për shumë amerikan të bukur me kopertina të forta e gjithçka tjetër dhe nuk pyesja fare se nuk dija si bëheshin kostot. Do ta bëj ky libri dilte i mrekullueshëm, po dilte një kosto pastaj që dile me humbje. Dhe pastaj hapa sapi patjetër. Po dhe të vjen keq kjo, që reduktohen gjëra për shkak të patjetër. Por kam përshtypjen që pastaj bën një balans, domethënë bën diçka që të sjellë këtë pikërisht për të bërë një super investitor. Ose një super treg, duhet treg shumë i madh për një pjesë e madhe që ti edhe mund të se do gjesh më shumë njerëz. Rita, ti si shkon tani? Vazhdon akoma dhe me librin shkollor? Që kur jemi ndarë, në fakt jo jemi ndarë, se ne nuk jemi ndarë, jemi shkëputur nga misioni, unë kam botuar 2 libra, Romani lindur së prapti, që ja u kam dhuruar dhe besoj ma keni lexuar. Dhe se ke lexuar. Unë kam bërë detyrat e shtëpisë. Dhe madje kam sjellë me vete poemën e mungesës, e cila më ka lindur në kohë që 5 vjet përpara. Dhe kur juve më pyetët që a ke në mendje një libër, edhe që unë sa kisha humbur partnerin tim dhe unë thash, po kam në mendje dhe thash titullin Poema e mungesës. Fakt lindi si titull, por romani u bë më përpara dhe unë e mbajta shumë kohë këtë libër, sepse sa herë mbilin vargjet në mendje, i hidhja, i shkruaja. Kështu që unë e quaj pasuri këtë 5 vjeçar në lidhje me krimtarin, me biznesin, patjetër me kompaninë e botimit, kemi shumë botime, kemi në Kosovë, Maqedoni, patjetër në Shqipëri, në diasporë, kemi botuar shumë paketa për mësimin e gjuhës shqipe. Jo, rregull me gjuhën shqipe, po. Ndërkaq kam fituar dhe titullin poete laureate dhe jam duke bërë disa aktivitete për promovimin e poezisë dhe për ta parë poezinë edhe si poezi kujtese, edhe si angazhim, edhe si poezi estetikisht e bukur, do me thënë në disa drejtime dhe që dua dhe mbështetjen tuaj për ndonjë emision, jo emision, po një aktivitet që mund bëhet edhe në natyrë që të mbledhim sa më shumë njerëz të promovojmë poezinë. Po dhe zbathur. Do ishte shumë bukur. Edhe të lexojmë poezi. Kam ndjekur një debat unë Rita për këtë punën e çmimit që ke marrë. Edhe se nuk e mendoja që në rang poetësh. Po, çfarë ndodhi? Jo gjithmonë i pranojnë. Po pra na i thua çka ka ndodhur? S'ka ndodhur që një grup një grup njerëzish skeptik që mori Rita Petro. Jemi skeptik. Disa janë shprehur në Facebook, se ka ndodhur në Facebook. Sa poet janë në Shqipëri? Jo gëzojmë që pashja një grup njerëzish. Rita shumë sa fut në shere me poetët. Jo, kaq, unë kaq do them dhe dalë këtu, por që më bëri shumë çudi, le të themi, sepse ti mendon që në një nivel intelektualesh këto lloj diskutimesh se ndoshta pak edhe janë leximet dhe ishte një lloj motër si showbizi, nuk shon ta. Ata e kanë shpikur debatin. Mirë, po unë sa e mora, jo vetëm titullin, po e mora dhe si mision dhe kam bërë shumë aktivitete. Një nga më të bukrat ka qenë për shumë për 14 shkurtin dhe unë mblodhëm gjithë poezit e bukrat të dashurisë, poet shqiptar, poet të huaj dhe shkoj një mrekulli dhe aktivitetet tjera që kam bërë. Rita, po gjithë të kompani që ke gjithandej dhe shkruan, kur e gjen kohën? Ja, kjo çështja e organizimit që folëm pak më parë, që nëse ti do fillosh dhe ti organizosh, është mirë, dhe t'ju besosh njerëzve. Se në fundit unë tani, ne sa po festuam dhe 25 vjetorin e Albasit, nuk janë pak është qërek shekulli, por që po ju besove njerëzve, jo vetëm që
ju jep atyre ndjesin që e vlerësimit, po në fundit lehtëson edhe veten. Rita, po na lajmëron kur janë këto eventet e poezisë? Me shumë dëshirë. E pra më pëlqen tash kjo ideja e këtyre. E dini që unë kam shkruar kur kam qenë e vogël? Deri në moshën, po, kam shkruar poezi. Kam botuar dhe një libër modest. Po, deri në moshën 18-19 vjeç, kam pasur pikun tim, gjithë adoleshencën, edhe shkruaj mirë, me modesti. Pastaj nuk e di se ç'a më ndodhi. Rash në dashuri edhe u fika. Përkundrazi, kur bie dashuri një unë kur kam shpirti është në krimët madh, jo kur është në dashuri. Po, unë në dashuri me burrin, që ke? Me burrin, prandaj s'më poezi. Pikërisht pra. Adoleshenca ka qenë ngarkuar se unë isha në një vend të vogël, ndërkohë që mentaliteti im, mënyra se si unë jam rritur ishte shumë më e madhe se sa vendi që i përkisja, kisha dualitete, rebelizma, gjëra dhe kjo gjë më jepte më frymëzonte. Pastaj erdha shkolla e lartë, shkolla për filozofi, okay, fillimet ishin mirë, po kur dashurova pastaj aty u fik fare komplet. Mora tjetër drejtim. Për shembull, për mua kishte dalë nami, po nxori Rita libër 3 ka rënë në dashuri. Për e të parë, për e dy, për e të tre. Si, jo, tash i kam 9 libra. Për 2 libra. Tash i kam 9 libra. 9 libra. Jo kam kohë e fundit. Kohë e fundit. Tash kjo është poema e mungesës. Me poemën e mungesës unë i thur him asaj dashurie që ishte dhe asaj dashurie që më mungon. Rita, mund të dashurosh prapë? Gjithmonë. Pra po, por jo një lloj. Intensiteti mund mos jetë një lloj, ose ajo që themi ne ju puqën yjet. Ai mund ndodhi dhe një herë në jetë, po jo se ti nuk bie në dashuri. Po ajo e madhja që ju puqën në jetë është jo që e gjen shumë veten, që po veten mund ta gjesh, por ndoshta s'është dashuri. Jo, ke një, e pra, shkimia janë gjitha, po është ajo harmonia, sinkronizimi që të bën të ecësh gjatë dhe ta ruash gjatë, edhe emocionin. Është partneritet ajo. Po dashuri njeriu mund bjerë disa herë në jetë, as diskutohet. Unë mendoj që është ndryshe. Jo se s'është dashuri, po është ndryshe, se ti ndryshe dashuron kur je 17, ndryshe 20, 25, 30, 40, 50, pra... 37 ju them unë është një e jashtëzakonshme, kur bie, mbi 37, 40, 45. Është një mrekulli se je shumë e vetëdijshme, ndërsa atëre ti quan të rënë në dashuri çdo emocion që të vjen nga një e parë sysh, nga një... Po është dhe më i vështirë ama. Ndërsa tamam e kupton që ke rënë në dashuri, kur vjen një lloj moshe madje. Unë ka frikë të bie në dashuri, prap. Nuk e përballoj dot. Nuk e përballoj dot. Më duket shumë e tepër identime, do ndodhi, nuk është se kam mbyllur dyert, se nuk kam qef kështu energjia që të shpërndaj energji mbyllje, asnjë gjë. Por po pse e ke frikë? Nuk kam nerva zemra sepse unë jam njëri tjetër në dashuri dhe besoj që kjo gjë nuk do ndryshon. Dëgjova një intervistë të Glenn Close, që është aktore që e kam shumë qejf, që është 78 vjeç. Tha unë jam 25 akoma, tha, brenda. Do të thënë kur habitem sa më pasqyr. Kështu që edhe unë do jem ai njeriu që do shoh veten pasqyr dhe wow, kupton unë jam 25 dhe nuk e di, inshallah Zoti më ofron një njerëz shumë të qetë, edhe të sigurt dhe financiarisht shumë mirë dhe me gjithçka që të ndoshta ajo do më ndihmoj, mund të jetë një njerëz shumë i qetë që ndoshta fillimi nuk e ka të fortë, po stabil, sepse ndryshe me ato të tjerat nuk kam punë. Kam punë, jam nën, kam dy fëmijë. Dhe kjo që e thua, është shumë e bukur, jam dakord, po të gjitha këto janë plane. Kjo që je duke thënë ti tani është plan. Të rënit të dashuri nuk është asnjëherë plan. Po s'është. Po pra, po këto mungesat planeve dy sy dhe kur ti e ndjen atë gjë, pastaj dashuria gjithmonë ti prish, ti shkatron, ti bën gjitha planet. Është si një lloj tsunami që ti merr me vete të gjitha e thu kush kum planet e mia. Por vjen një moment që çdo gjë që je duke bërë sot, po ti ishe e dashuruar, mendoj që mund të ishte edhe shumë fish më e bukur kjo gjë, kur është pozitive, patjetër. Ose mund të minojë. Jo, kur nuk është shkatruese. Kur nuk është shkatruese, patjetër. Dashuritë e mëdha janë pak nuk e di unë për veten time, kam provuar atë lloj dashurie që më kanë gjetur shumë larg. Edhe në biznes që na eci dhe gjithçka tjetër që e ngritëm bashkë, ishte një lloj frymëzimi i përbashkët. Prandaj thash, janë ca gjëra që nuk të ndodhin gjithmonë në jetë. Tuam kur ishim për drek që
ngritja ndodh vetëm kur të dy janë inteligjent. Po, kur të dy, po, edhe të Absolutisht. dy. Edhe emocionalisht Edhe emocionalisht Dhe inteligjent. unë gjithmonë qesh se thoja 50-50 kemi çdo gjë. Shkoni për shumë me pushime, paguanim një ditë unë për shumë, një ditë paguante partneri, ose kishim kuletën tonë, kishim dhe gjërat përbashkëta. Po shiko. Po çdo gjë dhe në biznes, dhe në çdo gjë. Po edhe në biznes, sikur 50.1% ta kishte tjetri, kam përshtypje sikur pikërisht ajo 1%, si kur do na e prishte gjitha të lezetin e 50 me 50. Dhe kur je edhe emocionalisht, edhe materialisht dhe çdo gjë tjetër, unë mendoj që ndihmon shumë në këtë lloj sinkronizimi. Shiko, është një diskutim shumë i madh që bëhet, sidomos tani, se ne nuk e kemi përjetuar, kemi pasur tjetër koncept, edhe pse unë për vete gjithmonë e kisha, ndoshta sepse vi nga një familje ku mami im ka punuar gjithë jetën dhe ka pasur të ardhurat e veta, dhe unë kështu e kam konceptuar, që unë s'kam nevojë të kërkoj dikujt tjetër ose të pres gjëra, duhet të pres nga vetja ime, dhe nëse dua, pra nuk ka për detyrë, ka ca detyrime të tjera ndaj meje shpirtërore emocionale, por jo këtë pjesë. Dhe duke qenë se është dhe debati ditëve të fundit, kush do paguaj pari, kush do paguaj dytë, unë mendoj që kjo që thot Rita, kjo 50-50, në momentin që vjen organikisht, ti nuk e planifikon. Pra, ti nuk thua, do dalim, se ti po e the, kjo i vrau të gjitha, do më thërë, me ndjenjë, me sex appeal. Jo të bësh pazar, do ikim ne, do bëjmë bësh pazar. matematik. Bravo. As Kush do bëhet paguaj? fjalë. Po jo, unë e kam tani, dhe ai mund të jetë një moment të vetin jo të mirë, por jam unë. Po patjetër. Dhe në momentin që nuk jam unë, është ai, unë mendoj që kjo është 50-50, pra nuk është ky raporti i ftohti 50 cent unë, 50 cent ti. Jo, ne të dy jemi për këtë gjë që e duam shumë, dhe pastaj të vjen organikisht e gjithë. Unë zemra e di dhe gjëja. do e them dhe publikisht, e kam ndarë me mendjen time. Nëse unë do jem në lidhje tjetër, unë në restorante një nuk paguaj kurrë. Darka. Pse? Jo, nuk e paguaj kurrë. Njeriu ka dhe trauma. Mirë. Pushimet kurrë. Pushime, çift, unë kur. Tash më falni sekondë, unë jam 48 vjeç. Partneri që do e gjej, unë do e gjej nga 42, 41, deri te 52 e kam në këto 10 vjeçar. Tash ai njeriu do ta paguaj pushimin sepse atë njeriu do i gjej. Jam dakord me kam dar mendi që të ketë mundësi. Financash. Jo, e kam dar unë. Unë nuk paguaj pushime. Unë nuk hap më për të rezervuar për njerëz. Nuk lodhem fare me këtë pjesë. Në qoftë se ti të slodhe të rrim pa pushime. Unë jam të liçetit, dalë mëngjes, zbathur, jam shumë e lumtur. Ose për pushime vetes. Jo, këtë e kam kështu kërkesë. Pushime dhe nuk është çështja e lekëve, është çështja që organizimit. Organizim, po, më pëlqen shumë të ketë shije, të thotë, shiko, ka një gjë, sepse nuk është çështja e ekonomisë e lekut vetvete, po unë mendoj që mashkulli duhet ta marrë përsipër të paktën të jetë provider, të paktën për disa gjëra kryesore. Për shembull, për shtëpinë, okay, të lej një buxhet dhe thotë që ky është buxheti im. Pastaj se ti nga rruga jote ke dëshirë të bësh pazar apo të blesh diçka më shumë, është okay, vjen natyrale si gjë dhe të dy po jepni brenda në shtëpi diçka. Por për shembull për rastin e pushimeve, okay, ja vlen që mashkulli të jetë personi që ta mundsoj këtë gjë. Ti mund t'i bësh disa fundjava nëse dëshiron. Po normale, o zemra tash se po flasim ne, po flasim. Po unë mendoj që pushimet long term duhet të jenë pjesë që mashkulli duhet ta marrë përsipër, sepse një herë në vit bëhen, të duhen bërë tamam ose 2 herë në vit të duhen bërë tamam. Femra duhet zgjedhë, duhet shkoj këtu. Ai mund mos ketë edhe shumë para, nuk do të thotë gjë fare, mund të ketë se tani ka ndryshuar raportet, nuk do të thotë gjë. Mund të jesh ti ajo që merr më shumë. Nëse merr më shumë, në shumë raste që unë jam njeriu kryesor që paguaj. Po thuj se më shumë i Rita, po shiko, ka një problem, jo tek ne si femra. Mashkulli e bën njësoj si mund ta bëj një problem jo tek ne si femra, ka një problem tek mashkulli që do ndihet keq në jo më kemi se s'bën fare keq, po jo se janë përfitues. Është shumë jo se janë përfitues, nuk ndihet keq. Ja ai që vetë është shumë ai bën një gjë tjetër që ti nuk e bën, e kupton? Dakor, është e vërtet, po kjo është një gjë. Unë mendoj që është një çik edhe me tip kjo, me karakter. Për shembull, unë jam si Rita që unë kam qejf të paguaj. Edhe në shoqëri, kudo, kam qef, paguaj, dhe nuk e shikoj, do më thënë në marrëdhënie. Unë jam për këtë, që ai është njeriu që merret me çdo gjë. Pra, në momentin që rezervon hotelin, bën itinerarin, bën këtë, bën atë, dhe unë vetëm e ndjek qorrazi, se unë jam një tmerr, një skandal për t'u orientuar. Kur dal jashtë jam në aeroport, trurit fiket automatikisht dhe
kam besimin më të madh. Po këtë pastaj nuk e di se un kam tjetër marrëdhënie se ne jemi rritur bashkë, kemi njohur që marrëdhëniet janë dhe ndryshme. Kur unë thash 50% me 50%, ishte që ne jemi bashkë në një biznes. Bashkëjetonim, nuk ishim burrë grua, pra. Ajo varet nga kushtet e një çifti dhe unë e quajta si diçka shumë harmonike dhe shumë bukur si lidhje që duke sikur dhe ndjenja ishte vërtet një lloj nga të dy. Edhe ana financiare. Pra do të them kjo që gjë varet kategorike nga marrëdhënia. dhe ta keni nga mua dhe ju besoj e dini. Kur njerëzit bëjnë shumë kategorik për diçka, do thotë që e ka ngrënë. Pra që lëvizje emocional. Unë për shumë kategorikisht, tani unë duke ju më njohur mua. Po më hash një që më të mirë, më fal. Dalina, ti e ke ngrënë një herë, jo më mirë. Një gjë të mirë, mund ta hash një gjë tjetër. Jo, dakor. Më të mirë duhet të besosh. Dakor, por ana financiare nuk besoj unë më sepse unë i kam të gjitha. Po, nga ana financiare i kam të në gjitha. këtë pikë po. Do të thënë, nëse unë nesër dua të çojmë të shkoj në Mamunia në Marok, do shkoj në Mamunia. Është e shtrenjtë patjetër, do ta gjej mënyrën time. Ore, u sot mund të gdhijem pa lek fare me zero, nesër gdhijem me lek. Kam gjithçka, kam një punë, kam atë që dua, kam 2 kalamaj, kam shtëpi. Tash ai që do vi, e para punës nuk mund të vi një njerëz që është duke krijuar jetën e vet. Po flet kështu ti se si ke para ata sy. Po jo, kam parë gjithçka. Mund të jetë adrenalinë gjallë. Ishte një shpresh, jo kam parë gjithçka. Kam një eksperiencë. Kam parë gjithçka, jo, nuk emocionoj fare, po besoj. Varse ti nuk emocionoj fare. Shumë e re, po deri ditën e fundit të jetës. Kam parë gjithçka. Jo, absolutisht. Unë jam shumë aware që të kërkoj njeriu tash suksesshëm të vetin dhe patjetër që do të kem pagesë më të lartë e kundërta e kësaj dhe të vim ne këtu. Jo se më ka ndodhur shpirë ka kaluar. Unë kam qenë shumë romantike, unë nuk kam parë kur për shembull të financat e asnjëri. Se kam parë dhe rastësisht njerëz që kam pasur në jetën time, rastësisht janë bërë shumë të pasur, por jam një student. Pakesisht nuk janë këtu me mua, po janë në jetë tjetër. Por që janë bërë. Pra unë kam kërkuar gjithmonë njerëz të dua me ambicie. Dhe në momentin që unë jam 48 vjeç dhe kërkoj një afër moshës, ai ambicien tash e ka realizuar në një pikë. Dhe madje ka realizuar më shpejt se mua si femër. Patjetër. Kështu që jemi dakord te kjo. Deri te kjo jo në art. Deri te kjo je shumë në rregull. Po kërkes Dalina jo në art, financa burrat nga 41 deri në 52. Por ama kontaktojnë, është bërë shumë e mirë, kështu që po kur shkoj në dije më qash. Ça ti ç'a do me mua? Ti mund të them përgjigje. Ti ç'a do të bësh me mua? Ç'a do bësh ti në jetën time? Ç'a vlerë të shtuar? Do ja për seks, ç'a do japësh? Prit se do t'i bëj një pyetje Ritës se vetëm Rita mund të na përgjigje. Tani, siç e shoh unë, siç mendoj unë. Unë mendoj që pas një moshe të caktuar, gratë bën akoma sado që kanë këtë eksperiencën, përvojën, gjithë to planet që thot Dalina, bën akoma më të brishta dhe më emocionale dhe deri diku irracionale në dashuri dhe prandaj shumë histori të bukura dashurie. Jo, ato që s'ka pas jetë. Histori, po prit pra ta mbaroj. Jo, madje janë martuar që droga. Jo. Histori irracionale dashurie të çmendura janë pikërisht ato që janë në një moshë. Janë të lodhura edhe nga komoditeti. Pikërisht dhe që është me një djalë shumë të ri e kundërta e këtyre që thot Dalina. E pra do me thënë, ideja është ai ju sjell adrenalin. Është kjo? Po, shiko, kur unë e kam thënë dhe njëherë tjetër, kur ajo kthehet në qëllim në vetvete, që unë tani jam një grua e pasur, i kam gjitha, i kam komoditetin, ose kam një burr të mërzitshëm, ose s'kam burr fare, s'ka rëndësi. Dhe është ajo qëllimi që do gjej patjetër të ri. Kur është me qëllim, jo gjithmonë funksionon. Po, jo qëllimi. Ama kur është diçka që vërtet ndodh, sepse kërkojnë aventurën, kërkojnë atë gjën që mundet shumë vite t'ju ketë munguar. Nuk është komoditeti gjithmonë. Më fal, u mbështete në këtë kulturë. S'është pak fare. Ja, po patjetër. Ja, do të goca dhe gratë, është shumë seksi. Shiko, ne udhtonim me makinë, do të thënë kemi udhtuar me makinë me partnerin dhe makina ishte në fillim, një makinë kur jemi njohur, një makinë e vogël edhe kur esrim në për ato rrugët e mbushura, rrugicat me gjelbëri, me kështu u mbështetesha në krahun e tij. Sa romantike bëri. Prit, ku dua të dal. Dhe mbaron kjo gjë, blet një makinë tjetër. Se njeriu me mor gjithmonë fiton edhe fillon drejt standardit. Fillon, jo, nuk e kisha për atë, e tregoj. Po tani kam një qëllim tjetër për treguar. Ecëm prap se kemi bërë bisedën e makinës. Blet një makinë tjetër. Edhe është një çik më larg kjo makina. Pastaj, po të blesh një Benz ose një makinë akoma më luksoze,
ti të krijohet një ende Distanca kaq i më. madh, edhe ndërkaq që edhe nuk je mu me ato emocionet asaj makinës vogël që ke kështu Nuk është gjitur. më aq intime. Dhe gjithmonë kemi pas diskutuar me partnerin, ky dreq komoditeti. Ky dreq komoditeti të le dhe pa qenë shumë gusht me njëri tjetrin. Komoditetet ekstreme është e vërtet nuk kanë që të duan në ndjenë Po, dhe krijohet ajo ndarje edhe simbolike. Po. Është simbolike, po s'është pak, Është sepse kur ti simbolike, do ta po. përqafosh Ose gjatë ato rrugës, tavolinat e mëdha të njerëzit shumë të pasur që kanë ato tavolinat e mëdha që s'kam ulen për kuptuar të ngrëndesh, janë shumë larg me njëri tjetrin. Po, është e Krijohet vërtet. një lloj ende. Gjithsesi, se po më mirë të flasim- kesh pasur, të kesh aq them unë, pasuri. Sa të bësh një jetë të bukur. Sa po, të bësh një jetë edhe ta përdorësh ato lek që të t'japi vërtet një kënaqësi shpirtërore, jo për tjerët, jo për të blerë gjëra se do më shohin tjerët, jo për të bërë gjëra për tjerët, po për t'i bërë për shpirtin tënd, mendoj që është një mrekulli dhe komoditetin që ta jep paraja. është e vërtet. Problemi është që kur ti arrin një moshë caktuar, ti shef jetën në rrugë gjatë me këtë personin dhe ti nuk mundesh gjatë gjithë kohës Po flasim ti si femër të punosh flasim mbi për të normale. krijuar jetën me Dhe, këtë. po, patjetër. nëse për të dashur, nëse ke dashur punë e e madhe. dashur Po edhe kjo tjetër që do tha të Fatma dhe kjo pjesa e çunave të rinj që ndodh pasi moshe. Kjo ndodh, edhe mos ndodh. Por çështja është për shkak ai që po flas unë që e dua këtë moshë për partner. Unë kam arritur në përfundimin se këto janë historira. Po pra po. Se ne tash do flasim që nga martesa kalonte vetëm një lidhje, kupton? Mirë pra, mirë. Lidhja gjimnazi, martesa dhe lidhja tjetër. Patjetër, pra, Po flasim patjetër. këto historira, por unë mendoj që arnat tona, arnat e mia personale, qoftë edhe fizike, qoftë edhe dorëhyrje që bën çdo gjë, pra që të jesh gjithmonë e Po, mëre, po, po. shkojnë shumë me arnat e një tjetri. Arnat Arnat e mia jam dhe shumë dakord. kolagjeni i tjetrit Po. nuk kombinohen gjithmonë Po, shumë po, mirë. po, Edhe po. është fat, ka dhe që janë kombinuar, po kryesisht më pëlqen që të ndajmë arnat tona. Qoftë edhe nga humori, qoftë nga gjërat që kemi parë, që më pëlqen kjo lloj pjekurie. Më pëlqen që unë të jem në shezllon majtas duke lexuar dhe ai të jetë në shezllon djathtas duke lexuar dhe jo të jetë më i shkëmbë duke hedhur 30 herë. Po. Kupton? Edhe hajde kape. Unë për shumë do Tashi- zgjidhja një që hidhe nga shkëmbi. Unë për veten time. Jo për vdekur, për të mund det. Jo, unë këtu jo, unë s'kam nerva. Ja me dy kalamoj që më lëvizin para syve tërë ditë. Jo, shumë, më beso. Jo për të vetë vrarë. Duhet kuptuar njerë çfarë duan, pastaj duhet kuptuar se çfarë pretendohet nga partneri. Kjo është gjëja, po unë ajo që nuk pëlqej është kur femra, sepse, okay, në rastin e Ritës është ndryshe se ju keni bashkëpunuar, keni qenë partner dhe është gjë shumë e bukur që t'jeni partner një biznesi dhe patjetër Dhe shumë e paguani vështirë, bashkë dhe të ndani ekonominë. Por kur një femër bën dy punë ose punon shumë dhe ne vetëm sa na kushtojnë trajtimet dhe mirëmbajtjet dhe palestra dhe gjithë gjërat e tjera, flokët, make-upi, fustanet, Po më moto, çdo po ajo gjë. që bën dy punë nuk i bën dot këto që thua Këtë ti. po Dhe kjo thoja, është, kjo nëse është bën, çështja pra, pastaj. nëse ti punon për të mbijetuar dhe ke një partner që s'të përgjigjet, unë nuk jam dakord sepse ti humbet feminilitetin. Nuk jem më Dëgjoj. ti, vetveta dhe ti nuk do japësh më të mirë në punën tënde, qoftë ajo punë kreative, qoftë Jam punë shumë dakord. fizike, Pse nuk ka mendoj, rëndësi. unë mendoj që kjo ka ngelur, është një skem, që burri mban gruan në Jo, skem. po edhe them ta edhe mbaj, unë, Rita, nuk jam dakord. edhe unë jam Jo, dakord që jo është ta skem. mbaj që gruajt mos punojnë. Nuk jeni do t'i punojnë. në gjëse, Po pra, Rita, po, kemi po, mënyrë ke që gra jo. të S'jam cilat, dakord mos ke punojnë gra dhe burri ta edhe mbajnë. jashtë që jetojnë, të cilat e kanë mundësinë më shumë se i shoqi, që të gjejnë një punë që të fitojnë shumë lekë dhe burrat kanë bajt dhe fëmijët. Po. Do me thënë, unë nuk i gjykoj fare këta burra. Dhe nesër ai ka bërë një punë tjetër, ose ka mbetur ajo pa punë, ka punuar ai dhe ka fituar ai. E ta pak edhe Fatma, që Rita, varet se si vjen. Jam shumë Po, dakord, po, varet se kjo si që- vjen, jo, po kjo që duhet po të jenë thotë të dy Armina ka të inteligjent bëjë- për të mbështetur njëri tjetrin në forma mbështetëse adulte. Nuk po mohoj ambicjen e një femre, të një vajze të Po, një gruaje, unë s'jam e dakord. cila punon dhe ti punon nga mëngjesi deri në darkë. Po. Por vetëm mendimi që patjetër të kem edhe një burr të tillë me mirëqenie që përveç parave të mia, Të të jenë ketë edhe edhe të ai poshtë, plus, po. po ta kesh është shumë mirë dhe po ta duash është një mrekulli. Po. Por ama edhe mund mos jetë kështu dhe prapë ti je e lumtur. Mu më pëlqen që të punoj dhe t'jarri gjërat e mia, ato që unë ja vej vetes si piksunim. Nuk po them këtë, por po them një disbalans që krijohet. Po kam pas shembullin e mamit. Mami më bënte 3 punë. Dhe ishte gjithë ditën e ikur. Vinte në drek, më përshëndeste, ishte ikur, vinte 9 darkës, që neve të kishim një ekonomi deri diku mesatare, mbi mesataren që mua
me mikeshat e mia që kishin familje mbi mesataren, mos më mungonte një udhtim, një ekskursion, diçka tjetër. E pra dole atje ku tha Rita. Pra të ka krijuar kushtet që ti të marrësh më të mirën e mundshme. Jo, në të njëjtën kohë paralelisht unë duke parat mungesën e mamit, shkoja punoja babysitter në fundjavë, nuk dilja me shoqet. Shkoja gjatë verës punoja, sepse më dhimbse fakti që jo pse mami po punonte dhe po më jepte këtë shembull, sepse dhe babi ishte ikur dhe ishte në punë. Por pse unë si fëmijë kisha nevojë që të kisha më shumë hapësirë për të ndetur me nënën time. Këtu ka një dallim shumë të madh pse vjen ndihma e bashkëshortit. Sepse ti si nën, ndryshe nga babait, nëse ti ke 1 ose 2 fëmijë, ti duhet të ishe pranishme shumë më shumë se sa partneri. Jo, unë jam dakord me këtë. Kjo është Mamaja tradicionale, nuk është tradicionale. Nëna ty të fut funksionin e karakterit tënd. Ta fut rënjën e karakterit nëna, sepse është shumë e rëndësishme mamaja, biseda, dëmshuria, dashuria. Është i rëndësishëm, por nëna është më rëndësishme, nuk po e them unë, ka thënë historia. Deri 3-4 vjeç po është nëna që është kryesorja, sepse ka të lidhet me fizikën e tij që ndoshta është po ti s'do japësh nga karriera jote 1 vit, 2 vjet sa të rritet fëmia. Siç e kam thënë, nuk ka lidhje. Pastaj roli në mirëritjen dhe ky është një gabim që ne vazhdojmë ta bëjmë në fakt si shoqëri. Duke thënë gjithmonë nëna është ajo që sakrifikon karrierën, nëna është ajo që sakrifikon udhtimin, nëna është se ka nevojë fëmia. Jo, fëmia ka nevojë dhe për mamin dhe për babin. Dhe në jetë nuk ka formula perfekte. Po, ka momente që unë jam më pak prezente, kur kam projektet e mia. Kur kam unë momentet e mia, që projekte 2-3 gjëra, ai lirohet nga disa ngarkesa, sepse ne kemi vendosur që patjetër secili njëri nga ne do jetë prezent me fëmijët. Unë kam mamin tim që e kam shumë afër dhe është prezente në. Prapë gruaja atë. Por fatma e keni bërë ju të funksionoj mirë. Unë di shumë raste që nuk funksionon kështu. Po mirë, pra ne do flasim tani se si arritur kështu të kabura Fatma tash. Pikërisht pra. Unë se bëj baban e fëmijës ti. Unë se mendoj fare, domethënë unë jam rrobë sepse po flasim për dashurinë që u dashurove. O zëva, çu ke qenë kosa të gratë, kategorike. Jo se babai, po nuk kur e mendon 19 vjeç nuk e di a është babai, ti dashuron veshët. Po është 25 e mdhenja, ai se kupton, flokët gri. Po, e kam fjalën që më fal. Unë personalisht jam çike edhe unë si Armina, pa konservatore. Nuk mundesh ti për i kohë gjata mbaj babai. Domethënë mund të jesh, mund të kesh emision. Po s'mund të jetë nona e ikur gjithkohës. Babi im ishte biznesmen. Po. Super fucking busy all day. Okej. Mami im ishte pediatre. Po. Crazy busy. Po. Crazy busy. Dhe të dy qelluan fatmirësisht për mua, njerëz shumë të mirë që jepnin shumë për njerëzit dhe u hapnin derën, pra ishte familje e madhe. Po. Dhe pra mamaja ime me atë arritur në tjetër sistem mamiot. Jo, se ka qenë po ka arritur në tjetër sistem. Pra, po mami im pavarësisht se ishte zën, do ishte shumë ndryshe nëse mami im si pediatër do rinte në punë dhe do merr babi me mua. Jeta ime do ishte shumë ndryshe. Më beso un fal mamit, shkova në Amerikë me gjithë respektin dhe dashurinë që ka për babin dhe adhurimin që ka për babin. Fal mamit. E kam. Jo, po mami, nëna gruaja si funksion është shumë e rëndësishme te fëmijët. Prandaj gjithmonë është ajo, mashkulli është i mirë, por nuk mund ta arrisë. S'ka barazi. Nëna, pastaj inteligjenca dhe shkencërisht 80% nga nëna. Un kam shok të mit që janë martuar, që janë shumë të suksesshëm, që janë super të suksesshëm, të cilët janë martuar me gra për shtëpi ose gra të mira, me një lloj dije mesatare. Kjo është banale. Jo, po si gjan kalamani aty dhe s'mgjan, domethënë ato janë bisha, kafshë interesant. Po ashtu kanë gjetur sepse sa meshkuj të suksesshëm. Po kjo është super tradicionale. Dhe gjajnë ato. Jo, s'është tradicionale. Po ju gjeni të zemrën do marrë një grua që ta mbajë në shtëpi. Po tradicionale s'ka tjetër. Jo në shtëpi, e ka fjalën me ambicën e vogël ose çfarë? Po ambicën që ta keni aty. Jam kundra kësaj gjëje. Un i adhuroj 2 njerëz që punojnë të dy dhe të dy vazhdojnë të ndjekin ëndrat. Nëna për mua është shtylla, është ajo siç ai filmi grek. Martesa madhe greke është shafa, rrotullon gjërat. Herën e parë nuk e dija se çfarë roli kishte babai. Unë nuk do kisha bërë një fëmijë tjetër. Shumë e thjeshtë. Dakor, do kisha analizuar atë dhe strapacimin herën e parë për të arritur fëmijën. Është fëmia, po, un kam 2 çuna. Ndoshta me çka kam lexuar unë, djali është shumë i brisht, çunat janë shumë më të brishtë se gocat, ne më të forta emocionalisht. Nëna është imazhi, dashuria e ku diun më the të thash.
Por ama, mua më ka thënë një gjë shumë të bukur një psikolog e fëmijësh. Në shoqërinë shqiptare, burrat janë si gra. Pse? Sidomos brezi, deri në brezin tonë, sepse ata janë rritur vetëm me nënën dhe nuk din të bëjnë burrin. Dhe ne tërkohën ankohemi dhe themi, se burrat shqiptarë zën të bëjnë këtë, janë rritur njerëz të që gjithë jetën ju kanë shërbyer. Njerëz që me që mundin nga burri vetë, ajo është marrë me çunin. Bravo, nuk mbajnë përgjegjësira, se çuni, sepse nuk ka pasur një burr që ka bërë burrin në shtëpi. Duke filluar se si duhet të ndihmoj, se si duhet jetë i Zoti për veten e vet, se si duhet të dashuroj, se si duhet i flasi një gruaje, se kur babai i drejtohet nënës, nuk i drejtohet vetëm nënës, i drejtohet dhe gjithë grave të jetës së djalit të tij. Ne nuk po themi që s'duhet të jetë pranishëm. Pra, po jo, nuk duhet jetë as fantazëm, duhet jetë Kush ka aktiv. fantazëm? E me fantazëm themi, po themi që është rëndësia e rriturit të nënës dhe rëndësia e inteligjencës së nënës. Rëndësinë Po që nëna të rinë në shtëpi, dhe se do ta thoja këtë. Ne nuk duhet. Le të rinë në shtëpi. Nuk do minimizojmë nënën. Le të rinë në shtëpi. Nëse Nuk ka ka graj që patjetër në shtëpi. ka lidhje kjo. Jam dakord. Unë flas për por rolin. Nëse do gjehet një balancë, kërkon atë lloj inteligjencë që ne diskutuam përpara, që këto gjërat janë balancë edhe në momentin që ti bësh nën dhe ti do shkëputesh nga aktiviteti jot, të kesh një partner i cili është ambicios, i cili të mbështet qoftë dhe financiarisht, që ti mos kesh dhimbje koke kur ti e duke rrit fëmijën dhe e ke akoma Po foshnjë. pra, po kështu mund të mendoj dhe një djalë. Siç po mendon ti që thua të kesh një partner kështu, edhe një djalë ne nuk i japim të drejtën djalit që të mendoj kështu. Atë që the ti në raport me mashkullin, duhet ta mendoj dhe një djalë thotë sa mirë të keme, jo, sa mirë të keme edhe unë një grua, si që mendon ti si vajzë, edhe ai ka të drejtën e vet thotë, sa mirë, përveç saj që fitoj unë, të kem edhe një grua, e cila dhe ajo të fitoj shumë. Në rregull janë ato, se tash janë të gjithë. Jo, unë e fitojnë mendimi, vetë ka ato mendimet ato. Është e gabuar sepse nuk është mashkulli që jep jetë dhe jep gjiu shën fëmijë dhe për kujdesin. Shiko, juve kote futët e fëmijën, sepse ne se kishim fare temën. Më fal. Ne nuk sa ka lindur. Ne nuk e kishim temën ke fëmijët. Ne jemi duke fol tani për dy partner. Unë mendoj që janë për mendimin tënd që një vajzë mendon është punëtore, fiton dhe ajo, po ti the që ama me gjithë shpenzimet që ka ajo, duhet të ketë një burr i cili të ketë më shumë edhe sa ajo dhe ta mbështesi. Të ketë sa ajo minimumi. Shiko, nese, ideja jote ishte dhe është e mrekullueshme. Do balancë është minimumi. Unë nuk po them gjë. Rita, i kam shoqetem, kam mikesha të mia që punojnë, pse duhet ta mendoj vetëm një vajzë, bëhen agresiv në momentin që rrin gjatë gjithë kohës me fëmijën. Vajzat e djem, në jetën moderne, nuk ka balancë, nuk ka barazi. Në jetën moderne sot vajzat e djem janë një lloj. Siç e rrit njëri, e rrit edhe tjetri. Jam dakord që janë. Siç mundet të fitoj hopëroj, njëri ka partnerët më shumë dhe kjo mund të jetë vajza, gruaja, ai mund të fitoj më pak, po ka cilësira të jashtëzakonshme dhe ajo e do atë dhe thot punë e madhe, fitoj unë më shumë punë e madhe. Të thash, jo të gjithë njerëzit dinë të fitojnë lek. Mund të kesh njerëz mrekullueshëm bëjnë atë punën e vet, edhe ai di ama e bën me dëshmëri, e bën me pasion, po ai fiton, jo të gjithë njerëzit dinë të fitojnë lek. A di çfarë po pëlqen mua ndonjëherë, domethënë më pëlqen shumë për shembull jeta që kam. Akoma jam aty ku dua. Pa punë se kush ka kohë zemra, nuk e di. Jo, pëlqen edhe që kam kështu se jam s'dua të jem pjesë. Për zemra se kam orare që nga 5 e mëngjesit. Nuk më futet dot burri tash, s'ka asnjë, do thoj një fjalë po merret keq. S'ka asnjë hapësirë. Ne s'ku të futet burri në të gjitha kuptimet. Se doja të flisa një çik për këtë pjesën e maturimit të rriturit, sepse për shembull, këtë do bëj si analist timen. Armina, hyre në ekran. Hyre kështu, kokete, lezetshme, mis, e lehtë, u bë një shaka atëherë me një lepur i gjeli pula, domethënë, ndoshta e luajt edhe një çik vet, po e luaj këtë pjesën e naivitetit, pastaj te kënga magjike që ishte, domethënë, u krahasove me këto vajza shumë nonchalance të Hollywoodit që janë si mundje lehta që e luaj, po e ke luajtur shumë mirë atë. Dhe në fakt rrugës, dhe duke filluar nga goca dhe gra në fakt, filloi nga goca dhe gra dhe pastaj njerëzit të zbuluan. Kisha atë krizë, ajo zhruma e madhe që ndodhi atëherë me lidhjen tënde me shkëlzenin, që ti ishe homewrecker, që thon anglisht, shkatruese familjesh etj. Pra e kalove këtë fazën. Ti u kënaqet me robazëve ty për të bëjë vite me radhë me Karminën se kam dashur me thon, me Karminën te Gazeta Tema, ai sa ti ndoshta lexoje thoj, ta lexoj dhe unë se ka interesant. Unë qeshje me do pra qeshje. Dhe pastaj papritur tak filluan që të
Bilesere po që dalë një podcast dhe përshifja për dhja komente, një podcast që kështë dalë, nuk e di, shumë dashuri për ty, shumë dashuri. Dhe ke fituar dhe natyrisht pjekurin, sepse edhe jeta t'jep atë pjesën tënde. Unë të kam njohur ty, nuk çuditem fare, sepse ti je gjithmonë fani edhe zgjuar, se e zgjuar pastaj. O Dalina, unë kam pas Ke bërë lojti, ke luajtur këtë gjë, ke luajtur vetë? Ose se ka marrë pjesën naive apo Unë jo. Kam qenë që kur isha në adoleshencë, sidomos dhe unë kështu 18, 19, 20 ato vitet e arta, unë isha super apasionuar me leximin. Edhe dashuroja femrat koketa, më pëlqenin. Edhe thoja, Marilyn Monroe thoshte që zgjuarësia më e madhe për një femër është që të luajë rolin e budallaqes. Dhe ka pas të drejtë. Në disa gjëra, jo gjithmonë. Dhe më shijonte, kisha moshën dhe më shijonte ta bëja këtë gjë, këtë prezantim timin në këtë mënyrë. Më shijonte, tisha e qeshur, e çiltër, mos i merra gjërat shumë seriozisht. Do të ndihmonte fakti që edhe Zoti ta ka dhënë se ta dha në portret, në zë. Në gjithë moja ai se mund të ishte me zot trash edhe se bëj çdo. Po më shkonte dhe vinte natyrale, nuk është që unë sforcoja. Edhe kur lëshoja këto fjalët, kështu më vinte natyrale, më kupton, e lëshoja rahat. Po me kohën e para një herë që nuk kam pasur asnjëherë rastin që unë të debatoj ose siç jemi sot ose siç ishim te goca dhe gra që ne analizonim, debatonim, nuk e kam pas rastin më përpara ta bëja këtë gjë. Por dhe me moshën ti fillon edhe e ndron mënyrën e shikimit të jetës, nuk është që bëhesh më serioz, më kupton? Po ndron konfrontimin kundrejt njerëzve, mënyrën se si mendon, mënyrën se si flet, fillon e ndron me kohën gradualisht, nuk është që e bëjun me qëllim. Ti ke një qëllim. gjë shumë interesante, që edhe ju besoja dini Arminës. Armina, ti nuk konfrontohesh me njerëz, ty të duan. Ty realisht të duan. Për të jetë çdo lloj paragjykimi, kush të ka takuar se ato janë zbehur tash? Ty të do realisht të saj. Edhe është konfrontuar sa i mirë. Edhe grimierja ime tani Lira që përshëndes. Tha, aman, tha sa i miqë është ajo. Po, kjo është e vërtetë. Po, ke një gjë ti që sepse ka edhe në karakter. O Dalin, kjo është diçka tjetër, sepse unë nuk arrit dot që tu rrej dikë ose të konfrontohem me dikë, nuk arrit dot. Sepse mendoj që jeta është shumë e shkurtër, që ti kaq negativitet t'ia falësh një njeriu. Qoftë edhe sikur ti të duash të konfrontohesh me atë person ose ta kesh inat. Është shumë pse do të marrësh të gjithë të aura negative dhe ta fusësh, ta fokusosh te sherrri. Nuk e kuptoj dot unë edhe në lidhje sentimentale, unë sherret i kam shumë bezdi. Çfarë do lloj gjë ndodhur më ketë rraftu. Nuk bëj sherr, hajde ulemi dhe më thuaj, ç'a të shtyu ta bësh këtë gjë. Deri ku shkon kjo gjë? Jam realisht shumë A mund të them një detaj se ke detaj më të lezetshëm. A mund ta them detaj se shumë i bukur. Se di çfarë do thosh tash se mos ta degeneroj. Jo, s'ka problem. Nuk ka si problem se në median time mund ta direkt me jo se bëj shaka. Po, një nga gjërat më të bukura për Arminën dhe nga gjërat që më ka lënë më mbresa është pas divorcit. Nuk e dini njerëzit, nuk isha dalë akoma, dola mbas shumë kohë talketa. Isha me Arminën, ishim aty te blloku, ishim ulur bashkë. Tashi kur thua divorcohet, për shumica e njerëzve është kupton ka një ndash, po pse ç'a ndodhi kështu? Edhe kur me vetëm më thonë që sa mirë bëj që ndava ose dia. Po. Armina, di ç'a më tha? Do ta them se është shumë e lezetshme. Armina si thash që po divorcohem Armina. Vërtet? Kaluan 3, 2, 1, moj. Pse s'merr një vibrator? Edhe më tregonte pastaj online. Kam lexuar ta për këtë vibrator, është shumë i mirë. Ta provoj Ke lexuar apo i ke parë? Tash ka lexuar pra ka. Tash le atë se rregullon. Jo, kishte dalë, ishte kështu viral ky vibratori, edhe unë në momentin që e pash, do të bëj gjithë njerëzve ishte kështu. Pa ishte fantastike. Jo, këtë duhet në jetë. Unë e di çfarë mendoj që duhet bëjmë pak fan me jetën, edhe ti dramatizojmë gjërat edhe kur gjërat janë shumë ekstreme. Një rast tjetër për shkakun që kam patur me njëri timin familjar që e kam vuajtur pafund largimin e vet, dhe partneren që unë e kam kushurit të afërt, kur ka qenë momenti që duhet ta kalonim situatën, i thash, e di çaj, i thash, lër çdo gjë, do shohim Sex and the City, do mbyllemi në shtëpi, thjesht për të kaluar situatën e vështirë, sepse
duhet ketë fisnikëri dhe në dhimbje dhe në mërzitje dhe në gjërat që na ndodhin dhe ti e përfiton fisnikërinë sepse ti do vuash përjetësisht. Ka momente që do të japësh makinës, do të kujtohet ky njeriu mbas shumë vitesh do ti do qash, do e vuash, do jesh në një gjendje jo të mirë për ato orë që do të kujtohet. Por fisnikëria është që ti të kuptosh që çdo gjë që ndodh është pjesë e jetës, që nga vdekja, që nga divorci, që nga largimi dikujt që ne duam, që nga pandemia, nga çdo gjë që ndodh, është pjesë e jetës, është një sprov. Dhe mënyra se si ti e ke përballjen me këtë gjë, të bën ty që të ndihmosh veten tënde që të shkosh through këtij procesit të gjërave që ndodhin. Se humori S'ka rëndësi se sa të rënda janë. Pastaj jeta është shaka e madhe në fund ditës, sepse ne marrim më seriozisht se ç'duhem dhe është një fest, është një fest. Është nuk e di Rita çka ke mësuar ti deri tani nga Kjo jeta në përgjithësi. Edhe mua më vjen gjithmonë, më vjen ai vargu i Beatlesave që gjithçka që na nevojitet është dashuria dhe unë bëra pikërisht këtë gjë që gjithçka që na nevojitet është pranimi dhe ti pranosh gjërat. Janë pjesë e jetës. Edhe një grindje, edhe humbja e madhe. Duhet ti mësojmë edhe fëmijët që gjitha janë pjesë e jetës. Ndarja është pjesë e jetës, dikujt mund t'i duket si vdekje. Xhelozia është pjesë e jetës. Ai perversiteti në një çift të dashuruar është pjesë e jetës, nuk është turp. Ti gjitha duhet t'i shohim dhe t'i pranojmë dhe kur ti i pranon, ti di se si të sillesh pastaj. Orita kam një pyetje. Me Mozën, se Moza Meti, që është për momentin tek ferma, është një shoqe më tapër tatua. Jeni shoqe. Çfarë diferencë keni? 2 vjet. 2 vjet. Se tash që po thoje ti po flisje për filozofinë e jetës, qesh me Mozën sepse Moza ka një e para mua më duket sikur është në pushimin e saj më të bukur aty, domethënë, sepse ajo her pas herë ka dalë në studio dhe sinqeriteti i saj na ka treguar që ajo mundohet në jetën e vet, nuk e ka dhe jetën aq të lehtë, domethënë për te faktit se sa mundohet ajo si poeti ta shoh me romantizëm këtë gjë. Por më pëlqen që dëgjon ca gjëra se ja dhe bosh me re, ato do ri kështu. Domethënë është tava ajo që dëgjon Katerin këtu aty. Kuptim kam më. Gjithmonë shoqërit kanë pasur një filozof. Kanë pasur Jokerin, humoristin, mbretërit. Ishin dhe filozofit. Dhe ajo është si filozofja që i duhet shoqërisë për momentin. Ose ai që ka qenë 7 pëllëm mjekra, 3 pëllëm shtati, ato muhabetet njeriu i mençur. Dietari, njeriu i urtë. Ose ai pastruesi në filmat amerikanë që ishte. Shiko, Moza nuk hyn ke dietari unë. Jo, Moza hyn ke ajo filozofia e jetës që jo në kuptimin e asaj Te lehtësia e bukur e qenies. e shumë bukur. Bravo. Pra pikërisht kjo. Te lehtësia e bukur dhe që në fundit nuk imponohet. Ajo thot unë kështu e mendoj. po. Ato vajzat e reja i thon diçka si e mendon jetën. Po. Ajo e merr në atë mënyrë sepse vërtet është në një pozicion të tillë, edhe në moshë, edhe në gjithçka tjetër, që në fundit është edhe ai guximi që unë çfarë do mbas, sepse unë gjithë jetën time ja kam treguar njerëzve që kështu jam. Dhe në fakt mua shpesh më kanë bërë pyetje që si është a hiqet Moza atje. Kush e njeh Mozën? Unë për shembull, çfarëdo që kam parë nga Moza, asnjëherë nuk mund të them që këtë Moza nuk e ka bërë. Ose çudi, ose të them çudi që Moza e bëri ose e tha një gjë të tillë. Moza gjithkohon është në atë lloj deliri. Siç e ka dhe librin e vet që ka shkruar deliri. Moza është në një gjendje që e shikon jetën në këtë lloj. Sigurecën, ka dhe disa tregime që i ka sigurecën birë. Pak mbi tokë, jo bire, po pak mbi tokë, si që ka të ecurën e lehtë, ashtu e ka dhe mënyrën e të shkruarit, por ka pesh pasaj, ka pesh në mendim, por nuk është tip guruje. Moza e hedh mendimi dhe thot juve po doni pranojeni, pra nuk të imponon. As jetën e vetë nuk ta imponon, juve po t'ju pëlqejë t'jeni si unë, si kishën shkruajt një 2 vajza, pëlqejnë mua që t'jem si Moza. Ajo nuk e di fare, as që jetë e bërë Moza, as si ka arritur deri atje ku është, as për guximin, as për kurajën. Pjesa e humorit pasaj, gjetja
që i ka të lindur ato. Po pra, pa, I e ka të sens lindur, humori ajo shumë dhe e në momentin rëndësishme që tek je e dhe tij. një njeri i ditur dhe i lexuar, sigurisht që Po dhe ka ditë dhe lexuar që janë boring. Por unë mendoj diçka duke parë Mozën, sepse Moza ishte edhe këtu para ca kohë, disa ditë para, ishte në një nga programet tona WTF e ftuar. Edhe duke parë Mozën, unë mendoj që ajo nuk është aq në delir dhe unaware. Mendoj që ajo është e ndërgjegjshme për çka ndodh. Unë mendoj që ti në formën tënde je më purely artist se sa është ajo. Ajo është artiste, por very commercial. E ka luajtur dhe ka qenë në komerç gjatë gjithë kohës, në mënyrën e vet. Dhe ka shijuar e ka komerçin. spontane, Ka spontane, po ka qenë. Personazhe, Do të thënë, ka ti nuk e po personazh, ajo ka është, ajo hyn tek, vëmendjen. shiko, hyn tek grupi i poetëve, Ka elitës. sidomos në vitet 90. Po, pra, ajo ishte në Po, një elitë po, intelektuale. po, Dhe po. nga elita intelektuale asnjë nuk del dhe nuk zgjat kaq shumë në ekran. Nuk futet as në Dancing with the Stars, nuk bëhet as opinioniste në Big Brother. Moza, sepse Moza e ka se ajo edhe këndon, domethënë bën edhe muzikën, Po, i pra, bën po, gjitha. po, i bën E ndihmon edhe e ka ndihmuar dhe Luku, Që ka e ka ndihmuar krijuar, pamja. ka Po ajo, personazhe shiko, dhe ajo aty, se unë e shoh me kujdes, më pëlqen që është aty, më duket shumë e trish që neve jemi manitur në këtë mënyrë, si s'pas ka njerëz të tjerë intelektual, por shitja është gjithçka në këtë botë. Kështu që në atë segment, në atë njerëz, Si dhe ajo. jo, ajo është në rregull aty zemra, po në atë terren patjetër që del në pa. Puna është, nuk e ka me Mozën, Moza është rregull. Ne s'kemi terrene të tilla ku dhe Moza të ndriçojë aty me ritën, me tirat, është ajo poezia te librat, te çmimet e filmit. Pra kjo është trishtimi Jo, në Shqipëri nuk ka. Akademia Franceze të intelektualisë, pra duhet shkëlqente aty, jo të shkëlqej me 10 me gjithë respektin, jo të ati niveli, kupton? Me gjithë se unë kam caka që i dua shumë aty, të vëthë Romir e Presën dhe ca të tjerë që kam personale, por nuk më është bëhet thjesht ajo gjëja. Dhe e thjesht bëhet akoma më shumë kur jetë e 6 vjetat, që je çik dhe më e lirshme për ta se ke mbaruar, e thjesht bëhet kur je dhe Moza. Është si puna kur ti konkuron me njerëz, nuk është Unë mendoj që ajo ka Moza Raj shumë në sy, mua më duket sikur ka qenë e prerë për të lloj ekzibicionizmi. Do të thotë ka e lindur për një gjë të tillë. Dhe prandaj e ka pasur. Ka pasur. Por s'po them asgjë dhe do të them që ajo çuditsi nuk e ka bërë edhe ajo e shijon këtë gjë, po e ka shijuar gjithmonë, e ka shijuar. Ajo e shijon edhe kur ndërpret në emisione, e shijon edhe kur flet, e shijon edhe kur s'të hedh syt ose kur merr atë energjinë që direkt i jep asaj, sepse do të jetë ai njeriu pa filtr ose të jetë kategorik që se njeriu është dhe elastik në jetë, kupton? Okej, duron emisionin deri ose nuk shkon në emision, edhe nuk shkon, kupton? Kur je kundër kësaj, ti e njeh që jetë në televizion publik. I tha se vajzës, unë nuk dua të shkoj, unë them nuk dua të shkoj të më intervistoj dikush që unë s'kam respekt për, ose në televizionin nëse është televizion partijak ti të bësh revolucionar në një vend të pritet pastaj të s'bën dot revolta, kupton? Kështu që ajo e ka luajtur shumë mirë këtë, është shumë mirë që është aty, unë mezi pres kur e shoh në mëngjes, por keqardhja ime është që duhet dalim në pa, duhet futem në një shtëpi me dalim pa, kupton? E po ndoshta tani në rreth intelektual nuk del ky personazh në pa. Por ama e di çam pëlqeu sepse në fundit ajo solli edhe një lloj kthese dhe tha, po prit njerëz se filluan gjithë njerëzit tonë, ja sa e rëndësishme është thjesht i lexuar. Vetëm për këtë gjë, është për të hequr kapelen, sepse i bëri gjithë njerëzit që komentojnë thonë, jo vetëm sa e rëndësishme është që të jesh thjesht edhe vetvetja. I lexuar. Ama se shiko, kemi edhe një gjë ne Rita, se ne jemi kështu si po jo se po lexojmë jemi si grupe, si automat, kupton? Si automat të gjithashi. Po e lexuar ky. Tash edhe mua më shkruaj në DM. Sa gjati me Moza. Po what the fuck, I was there before. Do të thotë Moza është aty, po Moza del më rrallë, unë aty kam qenë dhe ka pas opiniona po Rita. E kupton tash ne kemi çik këtë pjesën. Unë do thosha këtë tjetrën që më në fund po glorifikojmë njerëz me mend motor. Qoftë ky reality show apo çfarë do lloj gjëje, sepse këtu është bërë një katraur kaq e madhe, sa nuk po dihet më dhe unë mendoj që publiku gjithmonë ka nevojë për udhëheqje. Shiko, Moza shumë e mirë, por ato ai ka bërë vet, publiku duhet të glorifikoj njerëz të fort, njerëz që shkojnë fundit ja dalin, që mund të jetë Moza në këtë rast. Patjetër, po. Ky duhet të jetë. Pjesa e letërsisë duhet të jetë kjo. Dhe ne nuk i glorifikojmë kurr. Ne glorifikojmë llafet, ne glorifikojmë atë, jo vetëm ne, po përgjithësi bota. Nuk e glorifikon. Duhet të jetë një botë shumë e lartë
që ta ngre, po jo se edhe kjo pjesa e inteligjencë, nuk është pjesa e leximit, edhe pjesa e arritjeve, e pjesa e vujtjeve që jeti për të qenë piktor, e pjesa e vujtjeve që ka mund për të ngritur kompaninë, për të bërë gjë, e pjesa e vujtjeve që ka inteligencë drejt, po ka një gjë. Pse themi se nuk ka rëndësi se sa libra ke lexuar. Patëm një tryezë të suksesshme, sepse jemi të gjithë njerëz të cilët të lexuan në kuptimin dhe të kulturuar që ti të bësh debat. Që ti të thush argument se me argumentin e hape dhe më pëlqeu shumë. Që ti të kesh argument, ajo do të thotë që ti je njeri i ditur. Ti sot i ke të mbushura nga vajzat që bëjnë show, vajzat djem, nuk ka rëndësi, të cilët nuk lidhin dot një fjali dhe të thonë një mendim, të thonë një argument. Dhe marrin vëmendje me sherr dhe e ka një vëmendje dhe tani pikërisht kjo që bëri Moza që tregoj që edhe humori, edhe banaliteti janë pjesë e jetës, sepse për shembull dhe i shkon dhe mënyra si e thot, po ka një mençuri dhe një filozofi që e thot. Dhe i shkon, çfarëdo që të veshi, çfarëdo që të bëj. Po të jem unë aty, s'më shkon asnjë gjë nga ato gjëra, nuk më shkon. Nuk e bëj dot atë vezën e artë të Mozës, se filluat të shkruani mu njerëzit. Po tishin dyja me Mozën do na kënaqin, se na kanë parë që jemi mikesha e gjitha. Jo, po nuk do ju kënaqja fare, Moza kënaq se është në një mjedis, që i shkon ai me ato vajzat, me këngëtarët, me Romirin, me gjithë, i shkon ai mjedis mënyra si komunikon. Po është rralla e bëjnë vete, nuk përsëritet dhe nuk është shembull për të marrë, se është ashtu ajo ka qenë tërë jetën. Po ta shikosh për shembull, debatet aty, hera e parë që un kam dëgjuar debate në reality show, pa nevojë në një moderatoreje. Pra minimalisht ai Robi që ishte duke thënë argumentin, u dëgjua deri në fund se çka kishte për të thënë. Pra që këtu nis, un nuk jam inteligjenca baraz dije. Inteligjenca nuk është vetëm dije ose të lexosh libra. Është ajo që tham, inteligjenca emocionale, pra aftësia për të përshtatur në vende të ndryshme, aftësia për të treguar rezistencë, kjo që the ti për të marrë një gjë dhe për ta çuar deri në fund. Çfarë rëndësie ka backgroundi, pastaj shkolla e këto, ato janë tek artikulimi dhe te të tjera gjëra që ti do ta nxjerrësh. Po mund të jesh njëri shumë i lexuar dhe mund mos jesh fare as interesante dhe as inteligjenca emocionale s'do të lexosh as domën, nuk është kjo. Çështja është që ne t'i japim ca shembuj të minimalisht ca njerëzve që respektojnë mendimin ndryshe. Nuk jemi këtu për të rënë dakord. Unë kisha te fatkeqësia që këtu duhet futesh në reality, sepse ka dhe i gjithë vërtet për Mozën. Këtu ndoshta është unpopular opinion fare. Moza, se unë jam brezi, kam lind në 78, kështu që ne e njohim Mozën si poete, e njohim, pastaj ndaloi, dhe pastaj Moza ishte animacion. Dhe gjithë ata që shet, gjithë ata që bëjnë fermën, dhe çdo kusht tjetër e ka marrë Mozën si animator, si animacion. Pra do visësh gallat, do thotë një gjë të çmendur. Do i nga studio, meme. Pra shtuar për meme dhe ngelën me gojë hapur. U habitën dhe ato se Moza i mori para. Sepse Moza aq që ka ose e ka përdorur ose aq që ka vrarë mendje. Po, kur dha mendime filozofike dhe për jetën e për gjëra, filluan të shpërndajnë dhe këto, filluan të shpërndajnë poezi. Po, jo shumë mirë, ashtu, po janë shumë të shkurtra këto se ato prapë si meme. Edhe kur bëjnë llogarit njerëzit, prandaj them unë që është terreni i gabuar. Dhe këto vajza që nuk din fare, këto që s'din fare që janë zero, këto janë të rritura me këtë lloj reality që kanë bërë këto njerëz, që edhe Mozën e kanë ftuar për meme aty. E keqja dikush është gjithë breziria ashtu është rritur, se mua kjo më shqetëson më shumë. Brezi ri. Po shikoj, ti ç'ash për te brezit të ri. Unë them, ajo që është e keqja shumë e këtij vendit, është që neve nuk vlerësojmë dot, kemi problem në hak këtu, që ta ftojmë njeriu për momentin që ai ka prek fundi dhe ja ka dalë. Nuk kam parë në vend botës bëj shkrim. Ore Armina, përballjen tënde me, për shembull, përballjen tënde që ke bërë me faktin që ti ishe një home wrecker, që të thanë që shkatrove, që ja dole, që zhdërrimi, transformimi yt si gjë, nuk janë nxjerr goja, nuk janë nxjerr fyti asnjërit. Kupton, nuk janë nxjerr dot. Ore merr ritët. A ta ftojmë ritët për ka bërë poezinë apo për atë historinë dashurisë, thotë jo, jo, në fillim mua më kanë sulmuar shumë për librin Vrim apo Zhbërnami. Po nuk ajo ka qenë. Ne kemi ne problem, dhe ne s'kemi për të bërë haja, dhe do të dalë ditë ma kujtohet dhe sot e kësaj ditë mund të bësh vjen keq. Shumë të vjen, nuk mbështetet njëri tjetër. Kur dikush ka një realitet dhe atë shumë. Ose mbështeti se ti ke shku që u flasun, djerë një video që kam kohë, aktive thonë si Moza, po was fucking here, nuk jam Moza, jam thjesht njëri, shumë jam blok molla, jam blok, nuk e di se çfarë mendimi ka për Mozën realisht jam blok. Dhe nuk është se s'ka lexuar Moza, se poezia nuk lexohet nga gjithkush, edhe unë e kam lënë
poezinë që në kohën e Walt Whitman është ai që më habiti Fie Bari dhe koha atyre Ginsbergu që ishte koha e Dorsave, Jim Morrisonit, e kam lënë poezinë, aty e kam mbyll. Edhe ne që jemi në media dhe nga kush e pretendon? E pretendon nga media. Po Anabeli e ka bërë gjithmonë. Po në rregull. Ta pretendoj, normal valla ne kemi bërë. Ne bëm, ja sot bile u shkruajta diçka që ishte për fermën, thash për këtë sa miq e zgjodh. Shkruajti njëra, po si ka mundësi tha që ti ke bërë këtë gjë tha dhe nuk shef konkurrencë. Po çfarë lidh konkurrenca, do vdesim një ditë, çfarë konkurrencë ka? Unë ato të 2 gratë nuk flas, kupton që e kam bërë atë emision. S'më intereson fare. Por që nuk e bëjmë dot dhe ne i ftojmë. Pra, më pëlqen moza, po moza është ndodhi iku, u zhduk. Dhe pjesa tjetër ne nuk merremi ne. Domethënë edhe ato që i ke marrë aty, ato të tëri merr prapë si kavje ti, sepse secili ka përpjekjet e tyre. Është ajo historia e eksperiment social është prish bota, jo vetëm Shqipëria. Po se ka me këtë vetëm, është prish. Të gjithë funksionojnë në bazë të ekzibicionistit. Jo, se ta jep vlerësimin bota. Ta jep një Itali ta jep, një ashtu suedi ta jep, një ashtu ta jap. Të çka ka ndryshuar edhe në Grande Fratello që s'kan 2 parë tru, janë bërë super të famshëm. Jo, ne jemi një vend që jemi vetëm këtu. Ato kanë dhe hapësira të tjera, kanë kudo. Ne në një kinema japim në një film gomar të një studenti, që quhet film studenti, japim në një film që është me cilësi. S'ke opera, s'ke muze, s'ke kinema, s'ke film. Nuk e kritik, nuk e kritik. Po pra, po nuk është gjunaf që moza të dalë pa në këto. Unë dua shumë që moza ti deri futa fitoj dhe meriton dhe ato lekë që s'mund të ke marrë shpërblime të tjera, i meriton moza. Problemi edhe për ndikimin që ka dhënë dhe për 2-3 libra, sa ajo larg shoh kur të vdesi ditë paktën ka lënë ca poezi, siç ka Lërita. Lën njerëzit punë. Ka dhënë edhe një ndryshim shumë të madh, një mesazh shumë të madh që nuk funksionon reality ose ky eksperiment social vetëm duke ofenduar me gjuhë banale, siç ka funksionuar deri tani. Dhe unë kjo gjë të paktën mua më sepse është pafësia autorëve që ta them. Ajo është pafësia autorëve. Jam shumë dakord. Sepse është ajo është rruga më e shkurtër për ta bërë atë. Direkt. Po ajo ndërtet në formë arte dhe atë gjë. Po ajo që doja të thoja unë është pikërisht kjo që jemi dakord që sot të gjithë mund të bëhen të famshëm, se ndryshon fama nga suksesi, ti mund të bësh një çmenduri dhe e kemi parë rrjetet sociale, pastaj janë ato që amplifikojnë. Problemi shumë i madh në këtë shoqëri është që pastaj nuk ka një pozicionim, sepse okay, në rregull, i bëjmë të gjithë të famshëm, edhe i shfrytëzojmë, i përdorim si kavjet tona për të arritur qëllimin ton, për atë gjën, projektin që po bëjmë, por nuk mundet pastaj kurse si që në një panel intelektual ti të mos ndash intelektualin nga njerëzit e tjerë të famshëm rastësore, më thash, nuk mund të ulet, për shembull, unë mbaj mend që Moza i ka qenë në një panel tek e diell dhe mua aty më zhdims me të drejtën. Dhe nuk mund të ulet Moza me Moza futet shtëpia te ferma, o futani tash do ulet ajo. Jo, ishte para kësaj. Dhe të kishte të njëjtë rëndësi mendimi dhe të dhënit të mikrofonit dhe të dhënit të drejtës për të dhënë një gjykim dhe për të dhënë një mendim, po nuk i jepet çdo njeriu. Të paktën Moza, edhe mbasi të dali nga kjo që dhe unë shpresoj që të fitoj. Duhet fitoj. Moza nuk është fare problemi Moza, sepse Moza është në gjithë panelet. Moza ishte qoftë në panelet akademike, qoftë në panelet ose aktivitetet letrare para një javë përpara se të futej brenda, ne ishim në 2-3 aktivitete letrare dhe gjithkohën e fundit kishim qenë bashkë dhe ajo është shumë e ditur e njeh me themel letërsinë shqipe, ka vlerësimet e veta, letërsinë e huaj, kështu që ajo do vazhdoj, jo, edhe pas kësaj, Moza diti ndaj ato gjëra, nuk është edhe kur pozicionohet, qoftë për këngë, qoftë për balet, qoftë për pikturë, ajo është një gjë që ajo thot pse, siç është një show girl që ditë bëj shumë gjëra, ajo nuk është vetëm poete. Dhe nuk është ato i bën mirë, domethënë ai shijon vetë. Ajo as e pretendon që të bëj mirë ose keq. Shkojnë edhe është si ai njeriu që unë them që ka lindur në thelb artist që e kanë në shpirt. Pavarësisht se nuk e bën të përsosur përveç poezisë gjithë gjërat e tjera, po në thelb edhe mua që është ajo, po gjitha gjërat, më Jo, bravo i qoftë se po i do për shkakun, unë nuk kam komplekse. Pavarësisht këtyre grupimeve që duhet të jepni mundësinë Mozës që të njihej, asnjë nuk do ta njihte tamam,
nëse nuk do ishte pjesë e një reality. Ore, nuk do them që është shumë mirë, po çfarë ndodh? Çfarë ndodh ja e njohëm, do edukojmë Shqipëri çfarë ndodh. Pra ne jemi akoma në një mizeri dhe bëjmë mizeri në këtë. Ndryshon stereotipin e influencës, pra nuk janë më. Ore Moza nuk do merret me këtë, nuk do jetë si Luizi që doli pastaj dhe do të publikisht që u rrëzua publikisht. Moza do vazhdojë në vetë, Moza ka qenë dëpërtuar para. Stereotipin e pëlqyeshmërisë. Po, unë përshtyjam. Mesi po pëlqen kur duan ta kthejnë njerëzit pasaj Mozën në viktim, ajo nuk pëlqen fare. Po ka kërkuar dhe mua intervista, pse është në gjendje të keqe ekonomike, këto nuk e di, do thoni ju, mund ta ketë shprehur, mund ta ketë shprehur një Moza. Po shumë e shëmtuar, ta trajtosh Mozën, sepse Moza ka punuar, është pedagoge, do me thonë, ka të ardhura, mund mos ketë shumë, ose një artist mund të ketë shumë më tepër, po që në fundit kjo është Shqipëria, ti mund të bësh një libër me 500 faqe, mund të futesh në për arkiva dhe të marrësh në bazë të tirazhit me atë libër, ti mund të marrësh merr apo s'merr 20.000 lekë treja, 200 euro, pra nuk shkon gjithmonë paralel në botën e kapitalit, jo vetëm te ne, po dhe në botë, prandaj shteti. Shteti që mbështet veprat madhore, shteti që aktorëve kanë hyrë blog në shtëpi aty në Big Brother, kështu që edhe ata i kanë ligjëruar vetëm gjendjen e kjo disbalancë është që të vret. Po. Kjo disbalanca midis njeriu të ditur që gjithmonë për kulturën dhe në botë tani kanë filluar të financojnë jashtëzakonisht shumë, te ne është shumë keq, shumë dobët. Po prandaj pra kjo është e gjithë thelbi i gjësime, duhet të shkoj aty. Merë ato ajo. Po ta trajtosh tash Mozën si viktimë. Me gjithë rebelizmin që ka bërë, me gjithë ato të kishte shumë e turpshme dhe këtë është psikoza e turmës që do ta trajtoj kështu, sikur hajde neve tani mbledhim lek për Mozën, për mua është shumë fyese një gjë e tillë. Se nuk është në atë gjendje, pra në fillim të ngre pastaj të shyen, se do një jo, pa turma, kjo pjesë e turmës prapë bën si për mirë, hajde ta ndihmoj. Po pse? Moza është ato njerëz që as kam dëgjuar ndonjëherë të kërkoj një borë se dua të bëj diçka. Moza, që ta din njerëzit ka lirin të jetojnë pa lek sepse është e mbushur, mos jemi as i lek. Ka krenarin e marr lekët pa ashtu të jetojë sepse jeton full. When you live full inside dhe bës gjithë tua të lira në jetë, dhe kur bës gjithë tua të lira në çfarë do lloj gjëje, ajo është pasuria më e madhe që ke edhe se pak i pritë. Po mu pëlqen edhe kjo pjesa tjetër që Moza e thot edhe pa teklif atë gjë që po dua të fitoj. Bravo, ajo është dhe shumë në formë. Dhe lëkura e saj super, e frikshme, fantastike, bravo i qoftë. Nese për ta mbyllur, ishte një moment që unë po shifja të nesëme, po shifja këto live-et, dhe ishte një moment që e kapa që i thot njëri, ai një Shkodran, një aktor Shkodran, dhe i tha, shiko, tha, problem këtu tha Shqipëri, ishin tavolinë, tha, problem këtu thash mentaliteti. Dhe Moza, e kanë futur fije, unë tha. Duhet dish të fusësh fije, po e tha shumë bukur. Tha dhe një fjali tjetër mbas, po kjo ishte shumë e bukur. Duhet dish fusësh fije, tha dhe jeton shumë okay. Kështu kjo është thelbi i gjës, duhet dish fusësh fije, nuk po ta fusësh fije edhe jeton. Pra ishte një fjali që nuk zë vetëm Moza, siç nuk zë vetëm mua, dhe sot edhe ty. Po të thonë njëri mentalitet, thotë që fucking kam unë me mentalitet, çfarë duhet mua mentaliteti këtu. Do të thonë janë gjëra që janë komplekset tona personale, që i kemi nga turistënia, por ka lidhje se çfarë mendon. Çfarë do thonë? Po Zeqiri apo Margarita. Po gjithsesi e rëndësishme është që ne shijoj Mozën aty, po shijova edhe shumë këtë. Më kënaqem vërtet. Edhe ishim shumë të lirë. Po madje kapa vetë ca momente të thash, you know what, just let it go, sepse është e gjitha kimia. Edhe unë kam shumë qejf që takohemi edhe herë të tjera. Ndoshta diku tjetër. Sa herë që të kemi. Ose në shtëpi, shiko do t'ju marr se po mbaroj shtëpinë. Sa ta mbaroj? Sa ta mbaroj do t'ju marr të shtëpia ime. Po, shumë mirë. Pastaj ka baçë, një baçë të Margarita, edhe baçja ka me verë. Unë pastaj do ftoj edhe ti të shtëpia jote. Unë ka kalamajt vegjël, nuk ju ftoj shtëpi. Unë do ju dua mama. Se kena mbaruar punë. Unë do ju ftoj në Berat. Oh, I love Berat. Jo, po shef, është ajo gjithë energjia dhe ishte shumë bukur. Edhe yes, ne jemi më të mirat e goca dhe gra. Thashë sepse bëhet me kot, me që ishim në çdo gjë që duhet të tash duhet sepse po, duhet hapur një konflikt në publik. Po ja, mos kanë eva fare. Super janë ato. Por kryesorja, un kam qejf që le të themi të jetë si një mesazh për ata që na dëgjojnë dhe që un mendoj që është arma sekrete e 4 sheston, është gjithmonë të respektosh mendimin e tjetrit dhe të biesh dakord, mos të biesh dakord. Kjo është fitoria më e madhe, si në çift, si në marrëdhënie, si në familje, të jesh aq mendje hapur dhe aq rehat me veten, sa
të mos mendosh që ajo që po thot tjetri të jetë diçka që ty të ngacmon. Pra, ajo që po thot tjetri nuk është diçka që të ngacmon ty. Mos e merr personale. Mos e merr personale, por vëre në funksion. Do tha Gjera për ta mbyllur, se kjo është shumë e bukur. Më shkruaj ti Gjera. Dalina tha e bër shumë e mirë, tha, po tash u gjet, tha, bë dhe këto kapakët. Jo, i thash unë s'do i bëj. Tha të lutem mos e merr personale, tash mos si ta marr familjare. Ta marr shtetërore si ta marr, tash ta marr si biznes. Arina me getting money out of this. Like what the fuck është shpreha mos e merr personale. Po ne nuk e marr personale sepse jemi në program. Po në qoftë se unë i them Ritës diçka dhe mërzitet, që s'më pëlqen, është Rita do ta thot mbrapsht pse nuk u pëlqen. Mos e merr personale. Komunikimi pra, ky është arti të komunikuarit. Edhe ata që na dëgjojnë, mos dëgjojnë vetëm një fjali, kjo fjali ndërpritet, ose ndërpritet prapë. Tash do i presim një çik neve këto. Po, faleminderit se e kemi edhe për distribuoj. Ti vazhdoni të premten. Po. Edhe vetëm një pyetje të fundit për koleksionin, se kishe bërë atë të fundin e kishe fantastik. Që kishe veshur dhe atë, ajo pëlqen shumë ajo, e parte syt që kishte veshur Moza. Ajo ngjyrë tulle, ajo bakri. Po. Me këmishën e mëndafshë. Po tash i ke filluar shumë mirë, po tash i ke shpërthyr fare. Po, me eksperiencë çdo gjë. Fillimi asnjëherë nuk duhet maksimumi. Jo, ke shumë të bukur, ke shumë të bukur dhe ajo që di ti shumë mirë është trupi i femrës, e respekton shumë femrën. Po, është vërtet. Atë jam munduar studioj që të respektoj trupin e të gjithë llojet e femrave, sepse shumica e brendeve kanë atë tendencën që të bëjnë gjëra ose për gjokë vogël ose për femra që kanë gjërë si këtu, për shembull nuk i lën hapësirë që të ketë për gjitha llojet, edhe unë e kam studiuar shumë mirë që shumica e veshjeve ta përqafojnë çdo lloj trupi. Edhe kjo ka qenë gjëja që kam bërë tani, hopefully, se po punoj shumë për ta çuar në showroom jashtë Shqipërisë. Por deri tani kam bërë kështu kapsula, koleksione jo shumë të mëdha, ndërkohë që po punoj për diçka pak më të gjerë. Crossfinger. Unë mbaj mend Arminën para shumë vitesh në blog, më tha një gjë, tha unë kam ëndër tha të shkoj në javën e modës Paris, ishte shumë e vogël dhe shkoj dhe pastaj që çdo ëndër e manifeston e bën. Dhe Korida unë të preftoj. Po, jo, e pat. Ëndra ime tha, e di kush është ndra më e madhe? Shkoj në javën e modës Paris, ta ishim unë në lokal në blog. Kam qenë 18-19 vjeç. Po, edhe shko, se bëri tjetër thotë ata shikë që ëndre ka. Kështu që nuk e di Chaneli, shkove te Chaneli? Po. Vutet te Chaneli. Ose aty i kishte te Chaneli, është shumë e vështirë futesh te Chaneli, duhet nuk është kaq kollaj, kupton? Me bileta që gjen nga Çuni Xhajës. Po, Rita të premtoj që ta lexoj librin, ta lexoj në tren në angli, jo sepse në trena ku shkoj te goca në angli e kam me vete. Edhe Fatma, është kaçuela s'kam unë. Kemi linjat e tjera, do të flojmë. Okej, pra. Natën. Ándale.